Qytetarët nuk do ta dëshirojnë aq shumë Bashkimin Evropian. Ne nuk do të arrijmë kurrë të ndërtonim një sistem të pavarur drejtësie dhe të vendosim barazim para ligjit. Ose do të arrinim, po aq sa kanë arritur afganët apo irakenët pas bombave dhe pas përpjekjeve utopike të perëndimit dhe të NATO-s për të quar demokracinë në ato vende. Dhe ndryshimi mes nesh dhe atyre është që ne kemi Bashkimin Evropian, ata nuk e kanë Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është burimi më i madh dhe i vetëm në botë për të mësuar si ndërtohen institucionet, dhe i gjithë procesi i integrimit i negociatave është një proces transferimi i dijes nga Brukseli këtu në Tiranë, dhe ky transferim dije është një bekim sepse atë dije nuk e krijon dot një vend me forcat e veta, kur paguan çmimin e një historie pa shtet dhe pa institucione deri shumë vonë, e më pastaj edhe kusurin e një historie ku shteti dhe institucionet nuk ishin kurrë të pozicionuara në funksion të krijimit të barazisë para ligjit. Prandaj unë jam besimplot që ky proces do të shkojë përpara ashtu siç duhet, me të gjitha dhimbjet dhe me të gjitha kostot e veta, ashtu sikundër jam më i vendosur se asnjëherë së bashku me shumicën qeverisëse që të mos lejojmë të cënohet ajo çka është projektuar dhe të mos lejojmë të lëkundet ajo çka është ndërtuar. Në aspektin e një sistemi të ri dhe të pavarur drejtësie. Nuk është vendi këtu për të folur për kompleksitetin e kësaj sfide, por është vendi këtu për të përfunduar këtë reflektim me besimin që Kongresi Botëror i Ligjit vitin e ardhshëm është një stacion tek i cili ne duhet të shkojmë me një synim dhe me një program për gjatë gjithë harkut të këtij viti, për të siguruar që në atë kongres Shqipëria nuk merr vetëm një vlerësim të jashtëzakonshëm për çka ka bërë deri tani, por edhe shfrytëzon praninë e një numri të pazakonshëm njerëzish që përfaqësojnë botën e shtetit të drejtës për të dalë me një angazhim të ripërtrirë në raport me të nesërmen. Në ndërkohë, uroj shumë që të gjithë miqtë e ardhur këtu në Tiranë, ndër cilët takova disa dhe vijnë për herë të parë, të shfrytëzojnë rastin për të shijuar Tiranën, për të shijuar Shqipërinë, dhe nga ana tjetër i siguroj që ne do të shkëlqejmë në organizimin e kongresit dhe do të bëjmë gjithçka duhet që vitin e ardhshëm të kemi gjëra të reja për të thënë dhe progres të mëtejshëm të realizuar në raport me këtë sfidë madhështore dhe të jashtëzakonshme në vështirësinë e vet. Dhe njëkohësisht dua që me këtë rast t'ju shpreh respektin
dhe falenderimet të gjithë përfaqësuesve të sistemit drejtësisë këtu në këtë sallë,